Sot, mbar kombi shqiptar, shqiptarët në të gjitha trojet e tyre etnike, shqiptarët në diasporë dhe kudo që ndodhen, nderojnë dhe përulen para veprës, kontributit të njerit prej burrave më të shquar të historisë tyre kombëtare, mbretit Zogu i parë që rikthehet në dheun e tij pas dekadash surgjyn ekzil në mërgimi për zgjalli dhe për zvdekuri në dhenat tjera. Shqiptarët, kudo që janë, përulen me nderim të madh para burrit që jetësoi pavarësinë e Shqipërisë. Flamuri kombëtar, flamuri Skënderbeut u ngrit në Vlorë me 28 nëntor të vitit 1912 nga Ismail Qemali dhe adhetar të tjerë të kombit. Por, ndërhyrje anti-shqiptare të fqinjve në bashkëpunim me aventurierë shqiptar penguan për vitet tëra vendosjen e një shteti shqiptar, penguan ndërtimin e një shteti. Do t'ishte qeveria e Sulejman Delvins, në të cilën figurë qendrore ishte dhe mbeti Djaloshi, që në moshën 17 vjeçare kishte rëndur drejt Vlorës për të qenë pranë Ismail Qemalit në ngjarjen më të madhe të historisë së kombit. Në vitin 20 do të emërohej ministër i brendshëm. Në një moshë të re, ai së bashku me adhetar të tjerë shqiptar, Manu Militari, do të vendoste integritetin territorial të Shqipërisë. Është koincidencë e mrekullueshme që ai kthehet sot në dheun e tij në ditën e çlirimit të Tiranës. Tirana kryeqytet është vepër e këtij burri i cili nga Lushnja gjerë në Tiranë e çau me gryk të pushkës dhe vendosi, bëri që qeveria e Lushnjës e dal nga Kongresi i Lushnjës të përzgjedh kryeqytet Tiranën, kryeqytet të kombit. Ahmet Zogu nderohet sot nga të gjithë shqiptarët për ndërtimin e shtetit shqiptar, kontributin që ai dha historik në ndërtimin e këtij shteti pas që nga koha e Skënderbeut gjerë në vitet 20. Ahmet Zogu do të nderohet gjithnjë nga shqiptarët për kontributin e tij të jashtëzakonshëm historik që dha në zhvillimin dhe konsolidimin e vokacionit perëndimor të kombit shqiptar, vokacionit perëndimor të shoqërisë shqiptare. Mbreti në periudhën e mbretërisë së tij bëri përpjekjet më të jashtëzakonshme për zhvillimin e infrastrukturës së një vendi që vinte sikur duke nga gjysma e erë të hënës. Bëri përpjekje të jashtëzakonshme për zhvillimin e arsimit,
të kulturës, të bujqësisë, të afarizmit, të biznesit dhe konturoj diplomacinë shqiptare si një diplomaci aktive. Shqiptarët, brez pas brezi, do të ndjehen krenar me mbretën e parë Zog, qëndrimin që monarku i shqiptarëve mbajti ndaj Holokaustit. Shqipëria në kujtesën e saj shënon edhe një figurë të rëndësishme. Krahas atyre që shpallën pavarësinë e vendit, figurën e Ahmet Zogut. Me historinë mund të sillesh në shumë mënyra. Mund të provosh ta harrosh për shembull. Por shpejt kujton se harresa kishte një aventurë. Përveç se ta harrosh, historinë mund të provosh gjithashtu dhe ta manipulosh, ta shtrembrosh, ta deformosh. Që dhe kjo, si rregull pa asnjë përjashtim, është gjithmonë në fat shkurtër. History can be Dhe treated për keqen e atij që e tenton. Mund të duket sikur me histori mund të bësh çfarë të duash, por nuk është ashtu. Sepse mund të mos e përfillësh ti historinë, por nuk të lë historia ty pa të përfillur, pa të ndëshkuar për gabimet dhe pa të shpërblyer për të mijat. Historia jonë, qysh nga mjekullat e shekujve, ka nxjerrë jo pak njerëz të shuar, luftëtar, princer, mbretër, madje dhe perandor e papë. Një numër për këtyre nga luftëtarët deri tek perandorët qenë të tillë kur Shqipëria nuk kishte ende shtet, dhe shumica e tyre mjerisht jo në truallin e vet, por në vet huaj. I pari dhe i vetmi mbret i Shqipërisë shtet është Ahmet Zogu, eshtra të cilit po rivarosim sot. Për një periudhë kohe, nga 1 shtatori 1928-s deri në 9 prill të 1989-s, Shqipëria pati një mbret që ishte një mbret real, mbret i Shqipërisë dhe i shqiptarëve që porsa dalën nga mesjeta. Mbret i një Shqipëri dhe shqiptarësh të cilët aspironin, por nuk kishin vetdije politike, shoqërore, qytetare, rend dhe praktikisht asnjë infrastrukturë. Mbreti ynë shtetin e bëri vetë. Ahmet Zogu ka lënë pas një diskutim të gjerë dhe të ndryshëm mes palëve. Por ai e padyshim një prej figurave më kryesore të historisë së shqiptarëve. Ai premtoi të sjellë rendin dhe progresin në një vend që kishte njohur pak ose as pak shtetin dhe ligjin. Këtë synoi dhe nisi të bënte. Ai ishte njeriu që për pak vjet pas shkallës së pavarësisë nisi ta bënte Shqipërinë një shtet me të gjitha atributet e një shoqërie që përqafonte qytetërimin. I dha shtetit shqiptar kodin civil dhe penal që mungonin. Krijoi një administratë të efektshme, një gjyqësor të besueshëm, vendosi mbretërimin e ligjit, luftoi fanatizmin, krijoi kushte për lirinë e shtypit, forcoi monedhën kombëtare në një shkallë që nuk është njohur më pas tij. Shkurt, shtroi premisat për një shtet modern. Nëse në varrimin e mbretit Zog, larg Shqipërisë, morën pjesë pak njerëz, advetar, besnik dhe familjar të tij, emri dhe ajo çka ai bëri për Shqipërinë nuk u harrua. Prehja në tokën tonë e të gjithë veprimtarve, e të gjithë atyre burrave dhe grave që u përpoqën për lirinë, për pavarësinë, për shtetëndërtimin, për zhvillimin e përparimin e atdheut, është një amanet i mbetur peng që ne duhet ta kryejmë me nder dhe me krenari. Kthimi i eshtrave të ministrit, kryeministrit, presidentit e të lartmadhnisë së tij, mbretit të shqiptarëve, Zogu i parë, simbolizon drejtësinë hyjnore, paqen politike e pajtimin kombëtar.
Me këtë e dëshmojmë urtësinë tonë, duke fituar qetësinë shpirtërore si njerëz dhe si kombë, duke pasur respekt për paraardhësit tanë, për punën e prizve të vendit të vlerësuar në rrethanat e kohës. Shqipëria, në udhëheqjen e lartmadhnisë së tij, mbretit të shqiptarëve, zogu të parë, nga një vend i varfër dhe i pazhvilluar, fisnor dhe i përqar, me kontradikta të shumta, u bë një vend modern i kohës, i unifikuar, me shtrirje të pushtetit dhe administratës në secilin cep të saj, me liri qytetare, me tolerancë fetare që ishte shembull për vendet e tjera. Me qeverisjen e Ahmet Zogut, ndërlidhen data dhe ngjarjet më të rëndësishme të qenjes sonë kombëtare e shtetërore, që nga shpallja e pavarësisë në Vlorë, me luftën kundër trupave pushtuese në mbrojtje të Shkodrës dhe të viseve të tjera të vendit, duke përsënë përfundimisht trupat malazeze, serbe, greke, italiane dhe trupat e tjerë të huaj nga territori i shtetit, në vendit të rendit dhe sundimit të ligjit në të gjitha krahinat, në organizimin dhe në zbatimin e vendimeve të Kongresit të Lushnjës. Ahmet Zogu, si udhëheqës, ka kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin dhe konsolidimin e shtetit shqiptar, në miratimin e statutit themeltar, të kodit civil dhe penal evropian, në krijimin e policisë dhe ushtrisë së rregullt dhe efektive, në caktimin e kufive të shtetit të njohur e të pranuar ndërkombëtarisht, në krijimin e shërbimit diplomatik dhe në vendosjen e marrëdhënieve bilaterale e në nivel ambasadash me një varg shtetesh, që mundsoj në shkrimin e marrëveshjeve të rëndësishme ekonomike, politike ushtarake dhe në antarësimin e Shqipërisë në lidhjen e kombeve. Është angazhimi domethënës i tij në rregullimin e brendshëm administrativ të vendit në shpalljen e Tiranës kryeqytet, në ndërtimin e parlamentarizmit dhe në organizimin e zgjedhjeve, në shpalljen e Shqipërisë Republikë Parlamentare, në heqjen e sistemit të bejlerëve dhe në dhënien e tokës fshatarëve.